Në shkollën e mesme Dertliu është festuar ceremonia e maturës 2025, një moment i rëndësishëm për maturantët dhe gjithë komunitetin shkollor. Pjesë e festës edhe drejtoria e shkollës Merita Dertliu së bashku me mësuesit dhe maturantët morën pjesë në këtë event emocionues që shënon për mbylljen e një kapitulli të rëndësishëm në jetën e tyre. Sot po përcjellim maturën 2025, e 25-a maturë e Dertliu të Fierit. Gjithsej janë 97 maturantë dhe në këto 25 vite ne mbyllim diplomimin e 2410 maturantëve në Fier, të cilët breza të suksesshëm, të cilët janë të gjithë në universitete apo kanë dalë në jetë dhe për këtë ne jemi krenarë. Atmosfera e mbushur me emocion, lot gëzimi dhe përshafime mes mësuesve dhe maturantëve. Ata ndan kujtime të paharrueshme dhe shpresë për të ardhmen. Maturantët treguan planet e tyre për studimet universitare duke shprehur dëshirën për të vijuar karrierën kryesisht brenda vendit duke kontribuar në zhvillimin e Shqipërisë. Përshëndetje, unë jam Angela Tafa, jam nxënëse e shkollës Dertliu, jam në klasën e mjekësisë. Mund të them me plot bindje se në këtë shkollë ka përkushtim, profesionalizëm dhe gjithashtu çdo mësues po përpiqet që të japi më të mirën e tyre. Unë dua të studioj këtu në Shqipëri, pasi dua të jap kontributin tim si mjeke dhe mund të them me plot bindje përsëri se do jetë një nga fazat më të bukura të jetës time. Prandaj dua të studioj këtu në Shqipëri. Përshëndetje, jam Krea Kuka, jam nxënëse e shkollës Dertliu, maturante. Lëndë me zgjedhje kam hedhur biologji dhe synoj të vazhdoj drejtimin e mjekësisë. Për të vazhduar universitetin do ta vazhdoj në Shqipëri dhe e them me plot bindje sepse dua të jap kontributin tim në vendin tim dhe sadopak për ta çuar vendin tonë përpara. Ceremonia e maturës në shkollën e mesme Dertliu edhe një moment për të reflektuar mbi përpjekjet dhe sukseset e viteve shkollore, por edhe për të parë përpara me optimizëm. Ky event mblodhi së bashku nxënësit dhe mësuesit duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mësues-nxënës në rrugën drejt arsimit dhe zhvillimit personal.